Jozi, i ftuar në një studio televizive, foli më shumë për shpullën që i dha Gjestit në gjysmëfinalen e Big Brother VIP Albania 4. Ai u shpreh se ishte një shpërthim emocional dhe i paparamenduar. Këngëtari rrëfeu dhe ndjesinë që përjetoi teksa u shoqërua nga policia kur tha se nuk donte të shoqërohej me pranga. E kishe planifikuar apo ishte moment spontan? Jozi: ndihem mirë që sonte jam pranë publikut, ishte një shpërthim emocionesh, moment as pak i paramenduar. Çfarë të shtyu? Jozi: ka një limit çdo gjë. Për mua loja mbaroi, meritoja të dilja thjesht si njeri, të përshëndetesha me banorët siç duaj, jo me u mundu sa më nxjerr sa më keq. Duke më prekur atje ku unë nuk e meritoj, ishte një shpërthim emocionesh. Mesazhi im është që deri në atë moment e kam duruar shumë. Kam qenë njeriu që kam duruar më shumë. Në shtëpinë e Big Brother VIP ka shumë kamera dhe patjetër ishte një provokim. Të duket vetja më burr tani? Jozi: është një veprim që nuk më bën krenar dhe ndjej keqardhje për çdo që është ndier keq në atë situatë. Çfarë tha familja? Jozi: e kanë përjetuar shumë keq, në mënyrën më të keqe, e kanë përjetuar shumë keq. Nuk ishe shoqëruar më para nga policia me pranga? Jozi: ishte hera e parë. Herën tjetër të kanë marrë prej dore? Jozi: nuk ishte as pak e lehtë, loja mbaroi, e ndjeva veten shumë keq. Nga kush pretendoje më shumë mirëkuptim? Jozi: nga policia, nuk doja të shoqërohesha me pranga. Ishte abuziv, normal, me pranga do shoqëroheshe. Jozi: ky veprim nuk më bën krenar, ndjej keqardhje për secilin që e ka përjetuar keq. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.